Në Tetov sot ditë tregu, por edhe një ditë para Bajramit. Sipas qytetarëve që takuam, çmimet janë të larta. Mendojnë se rritja ka ardhur para festës, por edhe si pasojë e rritjes së çmimit të naftës. Për këtë arsye, thonë se po blejnë vetëm gjërat elementare, pa luks. Gjë është natë sa zban. A mileti pare s'kanë në të hanë shpajt, a këto apo kotë ma betë bëjnë. Këto nuk ka për të rau. Treba lo se po ka që javis. Treba qim ide nafta të gore, i cena të gjide në dëmjitër të ikli. Zetin o tjera, po t'je ka që në vishe, to asdam. U sheqera, i nekë në asdam. Qmimi, postë qmimi. Viron, këtë gjojnë shtrejt, këtë e në s'ki gjibojsh. S'ki gjimara. A mendoj se i kanë hip shek para Bajramit, çka ki naftës? Nuk se kanë hip para Bajramit, i kanë hip, në shtajnë në nafta, në ato janë bo më kuluminare. Janë bos qëtë që këmë blej, me qëtë dhe gjoja tjeshta se s'ka me që ti blejsh. Shitësit thonë se çmimet nuk kanë pësuar në ndryshime të mëdha, na treguan se u shiten edhe arrat për bërje të baklavas, por ka edhe nga ata që i blejnë baklavat e gatshme. Edhe ka më shumë që i blejnë edhe të gatshme në kështu që i mbarojnë vetë. Tradiciu ka jetë. Ka rritje çmimeve nga vjetësimet që për Bajramin? Ja. Çetë çmime janë. Pi vjet edhe si mirë çetë çmime janë. E në kushte kur çmimet janë rritur shumë, në Tetov nuk kanë munguar as aktivitetet humanitare. Komuna, bashkë me shoqatat jo qeveritare, kanë ndarë pako për fëmijët në qerdhe, ndërsa shumë biznese private kanë dhuruar robe dhe produkte ushqimore për nevojtarët.